Atëherë më lejoni t'ju falenderoj për kohën e kaluar në përsjellje të takimit të radhës, të parin pas qëndrimit publik dhe vendimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës se LDK tërhiqet nga çdo kërkesë për përfaqësim institucional dhe e redukton diskutime dhe interesin në çështjen më thelbësore, atë të Presidentit të Republikës. Në këtë takim të parë diskutuam në vullnet të mirë për kriteret dhe profilin potencial të presidentit apo presidentes së ardhshme të Republikës së Kosovës. Ka vullnet të dyanshëm rreth këtij profili se si do duket një president dhe mbi gjitha mbi kriteret që ky president ose kjo presidente duhet t'i ketë. Dhe këto kriteret janë të qarta, ju lutem që t'i besoni jo vetëm orientimit ton 37 vjeçar, po vetë vlerave për cilat LDK-ja qëndron. Një president që e don Republikën, e mbron Republikën, e ushtron demokracinë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe një figurë që e shtron unitetin politik ashtu siç i takon me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Pra nuk duam një president të parancishëm, por një figurë e cila është respektuar dhe ushtron me dinitet funksionin më të lartë shtetëror. Jam i bindur se Kosova ka figura të tilla, por gjendja dhe çështja dhe tema në përgjithësi është shumë sensitive dhe kërkuam periudhë diskutuese të brendshme brenda subjekteve tona dhe konsultative dhe me shoqërinë secili në mënyrën e vet, para se të vi me emra konkret në takimin e ardhshëm. Pra unë di që fokusi edhe i popullit të Kosovës është për emra specifik, sepse fundja presidenti është emër specifik, por për këtë na duhet ende kohë. E mira e këtij procesi është se gjërat janë shumë të qarta, pra po flasim për çështjen e presidentit dhe LDK-ja s'kërkon asgjë mbrapa, kërkon vetëm stabilitet institucional në mënyrë që Kosova të ketë mundësinë e qetësisë së kërkuar e të munguar tash e sa kohë.